Me çfarë pasurie e ndrën, e shkëmben udhëzimin që ta ka dhënë Zoti. Ama një shifë, ka kush që jep për një shifë. Ka musliman I cili pranon me ndrru fenë, musliman që imani I ka hyrë dhe e ka përthokua, mbërthyer zemrën e tij. S'po flas për munafika, apo se kanë pas islamin kur për një me dhe blen me 5 cente, 5 lek, ose me një shëplak me adhane friksa dhe qohet bën ku diun diçka kundër dinit. Po ata që kanë islamin në hakikat, se ju inshallah të gjithë pranën në ndërru fenë, pranën një farz me lanë, la ilaha illallah, me krejt dynja. E s'e pranoj, e shef se ti je më I pasur se ke dynja. E aty ne ka dhënë pasuni, e ti çat ka dhënë ish krejt. A nuk për sheh madhështin e nurin që ta ka dhënë Zoti që nuk ka para që paguar. Pe harron këtë nimet, e po turre vrap të leko, të makina, të pallate, të ku ta diu në të mira të dynjas. Mos e bë kaq ignorant. Më marrë Allah, se të ka udhëzuj madhi Zoti e më I pasur I më I lutë. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد. فلندرم الله المضروع تبارك وتعالى. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Familjes e tij, shumë të nderuar dhe shumë të respektuar. Shokëve të tij, vëllezërve të tij, për të cilët pati atë shumë nevoja I bekua dhe gjithmonë ngriti I stimuloj, I këshilloj dhe mendimin e tyre mori. E që deshi të bëj hesenik, pjestar, pjesmarrës, në përhapjen e këtij dini. Edhe ata bën krejt çka është e mundur. Dhe në fjalorin ton, me shprehjet tona e bërën të pamundër. Me krejt qenjen e tyre. Për marrë dini këtu kosat. Dhe po mos të ishin ata, mas të madhet Allah. Gjithë herë dhe çdo herë. Çdo rast. Po mos të ishin ata burra, dini Allahut do të ngelej tek gjenerata e parë. Siç ndodhi identik me dinin e Isaut alayhi salam. Atë ngeli, asnjë hap nuk mundi të shkojë me tutje. Tani,
I përmendëm ne ata burrat mëdhej, sepse jenë mosa dhe arnek për ne. Dhe përcjekja ata burrat mëdhej, sepse dhe aty ne për dërgojmë salavat, po jo vetëm atyre, por të gjithë të tjerëve që kanë ardhur pas tyre. Dhe kanë besu Zotin hak, pejgamberin Muhammed hak. Hak, dhe më thonë, hakikat, qysh kërkohet për një besimtar. Kanë besuar dinin islam hak. Dhe i ka zanë vdekja me këtë bindje. Kjo është besimi ynë, është besimi ehli sunnetit. Deri sot, të gjithë ata, të cilët kanë vdek me këtë bindje, kanë jetuar dhe kanë zanë vdekja. Po dhe ata që janë sot dhe ata që vinë pas nesh, deri në kiamet. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra, i ndëruar mufti, të ndëruar xhollar, kolegë. Vërtet për mua është një natë e veçantë. Dhe kjo është hera e dytë që jam në qytetin e bukur, të dashur, të vjetër dhe shumë interesant, shumë historik të Beratit. Në jugin e vendit tonë, të Shqipërisë së Madhe, të coptuar nga armiqtë e jashtëm e të shitur nga armiqtë e brendshëm. Jam shumë i nderuar të jem këtë xhami, këtë shtëpi të Zotit. Asa njeriu e ka adhuruar Allahun, i ka rënë sejdë Allahut këtë shtëpi të Zotit. Kanë shkuar. Askush nuk i mban në mend. Askush s'ka marrë evidencë për ata njerëz. Dhe askush nuk i njeh ata tashmë. Dhe nuk është në gjendje askush me dhënë informata të detajuara për ta. Mund të jap informata për ndërtuesin e kësaj xhamie, një histori 5 minuta. 5 minutë që edhe përfundon, le t'jetë 10, le t'jetë 15. Por e që është më rëndësishmja, sa njeriu i ka rreth Zotit në sejdë këtë vend. Sa Kur'an është lexuar, sa lutje është derdhur, sa hatmja është përfunduar, sa derse ligjërata është dhënë. Pavarësisht, a ka qenë gjuhën osmane, a ka qenë gjuhën e vjetër shqipa, më rëndësi kanë folë për dinë të Zotit. Ata i mban mend dhe i dini vetëm ja Allahu te bareke ve teala. La ilaha illallah. Ku janë ata? Shkuar. Por përballë tyre ka pas dëshman edhe në të kaluar. Që dhe aty nuk ka pengue ardhja të tjerëve të parëve në xhami. Dhe i kanë dhimbur sytë ndoshta kur i kanë pa xhamijat. Edhe ata kanë vdekur. Kanë shkuar ata dhe ata. Kanë shkuar te Zoti i tyre. Për të dhënë gjezan shpërblimin, secilit veç e veç. Pa i bërë zullum askujt. Kështu që ne jemi sot këto. E ku jemi nesër? Pas nesër, jemi në dhej. E kush vjen me ne në dhej, vjen amelet tona. Zvjen leku, zvjen gruja, zvjen fëmija. Nuk vjen pasuria, nuk vjen shoqëria. Vjen ameli. La ilaha. A shëfni njerëzit? Sa shumë mërzitën kur ju vdes dikush. E vaj.
Jo nuk hajmë, jo nuk pijmë, jo nuk mund t'japim veti shpresë për jetë, jo gërët fytyrën e shpytesh atë gjërat kota krejt. Ama mas pak të kanë dëpë, ai qysh e ka vendin aty. Që ka vendin aty? Që ka bërë ai? Para se me nëzanë vdekja. A thu që ka morë me vetë. La ilaha illallah. Shkoj njerëzit. Gjenerat pas gjenerat e individ pas individ. Shkoj. Ama me ta bashkojnë amelet e tyne. Veprat e tyne. Në varë. Ndërsa të tjera tretën, avallohen, zhdoken, ja hajnë të tjertë, nëse ka lanë diçka për mas. Për thënë këte, sepse për kujtoj këtë gjami dhe po më bëhet zemra në theme atje malë. Kur për kujtoj, prind të ju, e gjeneratën të cilën kemi nëzanë edhe ne, se si është tiftu këtë di, dhe se si këtë gjami e bukur, dhe qindra gjami e tjera, janë byllur, janë rënuar, ose janë transferuar në lloj dëpësh, e tjere, gjëra tjera të cilat me thonë dikojt se ka qenë një periudhë historike, kur shtëpijat e Zotit i kanë bërë shtalla të hajvanëve. O, Zot, e ka vështirë me besu, dhe këto po e them me praktik, sepse mu më ka ndodhur. Ka ndodhur kërë kam thonë vëllezërve, musliman në Arabijet që për periudhën e Shqipërisë, se që ka përjetuar të tjerë, se deri në këtë deregje, këtë shkallë, është luftu feja sa të xhamijat janë shndërruar në depot të alkoholit, ose në shtallat të shtancëve. Shpia Zotit, wallahi, lati me përjedhën jasme. Zoti jam i madh. E Allah është i madh. Është më i madh se sa që njerëzit e kanë këtu. Për ata Allah thot, wa ma qadarullah haqqa qadri. Nuk e din ata, apo nuk e njohin Zotin si duhet, nuk e din kudretin e Zotit, nuk e njohin Zotin e tyre si duhet. Për ndryshe, me mendjen kokë, njeriu me liftu Zotin, e kër i lifton dinin Zotit e ke liftuar Allah. Kur ja lifton Zotit e vlijat, miqtë e ti, muslimanët e ti e ke liftuar Allah. Për ata ka në hadith kudusi, men adali walijen faqad adhantuhu bil harb. Ai që ma lifton mua një mik timin, një besimtar musliman, ati kam shpallur luft. Dhe është luft me Allah. La ilaha illallah. Po e thënë këtë edhe në rrugës duke ardhur, e duke menduar, edhe kur e në gjumë me nxelzan dhe pa unë njësë. Që kam i folë ju? Pasë që me kam drejtu ftesën mjefti ndëruar me kolegë që një kohë Allahu ja vëft në peshojen veprave të mira në ditën e gjykimit që është bërë sebeb. Më na bë bashkë dhe me kalu disa qaste në shtëpitë të Zotit, o musliman. Ne mund të kemi të gjithë shtëpia tona, pallatet tona, më të mira, rasa xhamia, ama në realitet xhamia me mirë.
Ndaja në xhami është më e mirë se në shtëpia tona. Nuk kemi asnjë prej nesh në mënyrë absolute ngrohtësi shpirtërore në shtëpia tona që kemi në xhami. Pamundur është. Dhe kjo punë është të gjitha xhamitë të dynjas. Ndash tjetë prej balte, ndash tjetë prej degëve, shme thamë prej rama, prej lisa, prej tjegulle, prej mermerit, qështë tjetë. Dhe ndaja jonë, qëndrimi jonë në xhami është ibadet i madh. Po nuk është ibadet qëndrimi jonë në shtëpitë tona. Andaj këtë kohë që e kalojmë në xhami, asë që më s'përfitofshëm. Shpresojmë te Madhi Allah që të na shënohet në mesin e atyne që i ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe, ndërtohet që ndrojnë në xhami, pe namazë, ndërtohet dhe që mundohen me përfitu diçka prej këtij dinit Allahut azza wa jalla dhe të tjerë. Tu kujtu për këtë beratë të Shqipni, e që ne andaj në Kosovë shikojmë me njësi ndryshe, hala vazhdojmë ta shikojmë ne. Sepse na ka pjeku neve në kokë periudha në veriste. Dhe gjenerata jonë, kur flitet për Shqipërinë nga ana fetare, pa tjetër na kujtohet ajo periudhë komuniste që ne ndëgjeshëm andej kufini, për muslimant këtej kufini, se feja është ndaluar. Dhe ashtu, qenje keni përjetu një pjesë e juaja, ndërsa ne me të ndëgjua. Hala kemi në kokët. E pas ta e pëmsilët në kryt tanë. Subhanallah, urtësi të Zotit. E sa i mirë është Zoti. Po mos na kishte udhëzuar në Zoti. Se do të kishëm qenë. A bën me bëni këtë pyetje? Apo në fakt duhet me bëni këtë pyetje? Po mos na kishte udhëzuar Allahu. Që është bëmë njëve? Keshëm qenë se të tjerë që të pa udhëzuar. Po e ndryshe. Po mos ta kishte sjellë Zoti këtë Islam nëpërmjet Osmanlive. Pavarësisht që thonë njerëzit për ta, fundja ta kanë shkuar me amelet e veta. Edhe ata individ, kam e llogariti madhe Zot. Se cilin veç e veç. Ka pas burrat mirë se çdo shoqëri, e besojmë sigurisht që ka pas edhe burra jo të mirë. E rëndësishme, Allahu i bëri shkaktar, e na sallë neve këtë Islam në këtë Ballkan. Prej fundit të dynjas. Në fakt, qabja Mekë në kënë fund dynjas, por në atë zaman është konsideruar se në fund dynjasët, sepse ku ka qenë Arabia, ku jemi ne këtu në Ballkan. Allah e solë këtë Islam. E solë. La ilaha illallah. E solli këtu, ashtu që solli madhi Zot, tek lind e tek Perënda. S'ka rastësi të Zotit. E ka shënuar ai në Lauhul Mahfuz 50.000 vite para se me kriju tokën dhe qiejt, kur e ka krijuar kalemin lapsin dhe i ka thonë shëna uktub,
e hadith është në Bukhari, Muslim, ka thonë lapë se ja Rab, ma dha e të qa me shënu, kurse s'ka asë gjë në këtë gjithësi. S'ka qilë, s'ka tokë, s'ka melaqe, s'ka gjinë, s'ka insan, s'ka hajvanë, s'ka natë, s'ka ditë, s'ka krijesa. Uktub ma huwa kainun ila yawmil qiyamah. Shëna krejt çfarë ka për të ndodhur deri në momentin e kiametit. La ilaha illallah. E Allahu atëherë ka shënuar që ky islam ka më ardhë edhe këtë vend të. Dhe se kanë me prënue këtë islam filani, krejt që ata që kanë prënuar e kanë shkuar, dhe krejt që ata që janë sot dhe ne bashkë me ta, dhe krejt ata që vinë pas nesh deri në kiamet. S'ka rasi të Zotit. E që dëqme shpune e këti dini, do të meditojmë. Që shtash me herët një vëni pyetje në sani vetë vetës, po mos na kishtë uzu neve Zotë. Po mos ta kishtë rujtë Zotë i këtë dini. T'ka ishë bëmë të? Sa është lyftuar kjo? Sa është lyftuar? Ne kajmë sëtë, kajmë fjallë e qajmë dërë të halë në rëzitin e prekopohemi, pse pa në lëftën lindja, përëndimi, media të filane, ateiste, komuniste, islamofobje, të tjerë të për në lëftën. Pa të rëgëm të mu, pse kur, cilën kohë për ju, nuk është lëftu fejë. Gjema, përveç një periudhë kohore, a i që një historin, le ta gjeni një periudhë kohore që feja nuk është lëftu. Në Mekë, ditët e para, herën e parë, për a i bekuar, sallallahu alaihi wasallam, doli haptazi, për herën e parë, edhe aty lëftuan, dhe i thënë të ben leke e lihadha da'u të na. Dur të thafshën, a për që ta na këthirë njëve me thonë që adhërën një zëta, dhe kur më nuk ndaj lufta e antipropaganda kundër islamit dhe muslimanëve. Pra ata luftonin këtë din, njëherë në Mekë, e luftonin pastaj në Medinë, u bën edhe armiq të tjerë, dhe në këtu vështërësit më dha, kriza politike të quajnë, me fjalorin e sotit, pejgamberi Zotit të qetë, se nësi miri, po i përgëzën ummetin se këtë din ka më shku tek linë dhe tek të rëndat. Se shka thonë e i bekuar, le jablugën në hadhe l'amru ma belega l'lejlë o nëhar. Ka me shku kjo pun, kjo qështje, kjo din, ka me dëpërtu, ka me arrit. Atje ku ka natë, ku ka ditë. Ka për qëllim katër anë të botës. O la etrukullahu bejte medherin wala waba. Illa adkhallahu Allahu hadhe dini bi izzi azizin u dhilli dhelilin. Ju dhillu bihi el kufri, ju izzu bihi el islam. Dhe nuk ka me lanë Zoti shtëpi prej balta për për i tjegullave. E që në koment hadithit i bije, nuk ka me lanë Zoti fshatas qëtet, vend banim, këtë dënja, që nuk ka me dëpërtu dini Zotit. Edhe herë dini Zotit. Edhe këto. Dhe pa dash me folë për historinë, që s'kem nevojë dhe nuk është teme jona, dhe s'jem të interesua, por duam të flasim për madhështinë e këtij dini dhe të hidajetit, të udhëzimit, që Allah na ka përzgjedhur, o ju njerëz.
A mundu partia komuniste me bërë atë që e bani dhe nuk që e knaqur, por Allahu e shkulli rrujt e shkatërrej. Po ta kishtë nëzanë vdekja në periudën komuniste. Edhe kjo është pyetje me rëndësi, bashkohet asaj që thash më lartë, po mos të shtesh ardhe islamin këtë vend, po mos të shënarë Osmanitën apro këtë din, o Zotia. Dëdhimen shumë ata njerëz, të cilët i kanë zana e periudhë komuniste dhe janë mashtruar. E nuk themi të gjithë me presion. E me dhunë, sepse presioni dhunat që me vepru veprat jashtme, por etikadin bindje nuk mund të ndërën presion. Presioni e shty njeriu në dhe me u kryqu, ka po kryqësu, me po kryqë, që thëj më kryqu ju e thëni? Po, më kryqu, po fjalla me, për shambull sërbët të këni në Bosnën, Kosovën ka përdor këtë metodë, kryqohu, për të kënësën, për me dalë për dinit të në me dinit të tyne, ose shaje për në tandë, ose, por zemrës mund të ndryshoj dhëmë. Për ata Allah ka thonë illa men ukrihe u qalbuhu mutmainnun bil iman, u lejohen gjërat që në shikim të parë duken kufër, ama kur njeriu detyrohet, imponohet. E që ka jetë Kur'anor zbriti për Ammar bin Yasirin, radiallahu anhu, i cili nga dhune, tortura e madhe, detyrua me folkeshe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkej tek pejgamberi dhe po kanë me let, pedalin leta ja Rasulullah, kam bërë një mkat mëdh, o Zotja. A këtia kishin vra babën dhe nanën. Por derti e friga e tina për këtë mkat që ka bërë mos ka dalë për dinit, ishte dertë më i madh se sa mërzia e pikëllimi për nanën e babët që ka vra Yasirin dhe Sumejën. Iman. E pejgamberi tha, e qysh e ndjeve ti zemrën tande kur ata të detyruan me folë keq për mu. Ku nuk e se ke shprehje. Tha o Allahi, kur s'kam qenë ma i qetë një shpirë, se ti e Rasulullah, por dajaki, dhune fort. Dhe lëmë të jedhe. E i bekuar i rak gjokse dhe tha, in adu fa'ud, nëse sërish e përserisin, sërish falë për mu keq. Alayhi salatu wassalam, e zbrita jeti koranor që të cika me herët. Si të që tjetë në mendojnë a mirë për njerës që jenë të primë dhe të urdhëruar me menu mirë dhe në adhime njerëzit dhe biti gjitha këthejnë të vetja jo. Tani, këtu periudat vështira shkua, kalua. Tani jemi të lirë, o, ju njerëz. Kune e kemi frigën e sot me folë për din islam. Kune e kemi frigën. Askull, këtë dënja. Lere të njerëzit thojnë se kë radikalist, të këj shtire, këj but. Në tha me heret, ato si nalë kur. As nuk kanë më nalë deri kiamet. Fjargoj e klasën që ka dojnë njerëzit, por ti e imbrojtur me ligjë, që ti shteti që ka qenë krim me qatë ligjë, të asoj kohë, me thonë la ilaha illallah.
Ka qenë dhe për e randë penale dhe ke mujt me hangër dhe të bërgë. Të njëjtin vend, në rohën, në rënë Zoti, gjanat, ndryshani madhe Zot. Dhe vjen një periudhë ku ne themi la ilaha illallah, dhe në tëmë na antë minaret, ngrisin zërin, me la ilaha illallah, 5 herë ditje dhe falin njerëzit xhami, falin njerëzit në rrugë, falin njerëzit në punë, falin njerëzit në natyrë, ku të dojnë, ku të nxënë namazit, falin njerëzit. O Zoti i madh, sa dhëmti e madhe e begati e madhe. E tani Allahu në bëri neve për atyre që kam pranu këtë islam dhe janë për atyre që thojnë la ilaha illallah. O musliman, javlin, shumë herë javlin njeriu. Edhe kur është me vëllezër, me motra, e me shokë, po edhe vetë. O Zoti i madh, meditu. Çfarë bëjmë ne që meritun këtë vëllezër për ti? O Zoti i madh, ti nuk harron. E harres është mangësi. Asnjë për krijesave tu nuk e harron, ama neve na përzgjohet. Na bërë me jetu në këtë kohë, ku jemi të lirë me thanë la ilaha illallah. Na krijove, ose na zate jetën, deri këtë periudhë, ku a hapën xhamit. O rikthye ezani Muhammeda. O bëj lirë dini Zotit për ata që duan të madhrojnë Zotin hak. E neve na përzgjodhe, ne themi me ngjazë mbrëmje la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra këna mujt me vdek në gjendje, të pa udhëzuar, ose në kohën komuniste, ose mos marrë islamit tek ne fare, dhe me hangre me pi hane dhe hajvanati. Po të në zemë vdekje ku me shku. Kërë themi këte, në kujtohet, apo javlen me kujto, tregimin e Amr ibn Asit, ati sahabiju shumë të nderuar. Që një pjesë e hadithit e ngjarjes së tij na përshtatet neve shumë. Pa hyrë detaj për biografinë e tij që është shumë e bujshme, biografia e tij në ngjarje shumë të mëdha. Kur ka vdekja Amr ibn Asit, po qanë, me za, me letë. Dhe ka këthi kokën për i murit, e po me ditan, e letë për rjedhin, e zanë për i del, vaje. Po e pysin, ata që kanë qenë prezent, pse po ka? A nuk e bërë të këtë vepër, e ke bërë këte. Ke qenë për njerëzve të për pejgamberit alayhi salam. A nuk ka përgëzu pejgamberi me këte. Tha, jo njerëz, o nuk theva për në ta. O jo njerëz. Gjëja me mirë që pregatniti për atje është la ilaha illallah. O, ju njerëz, po kaj sepse po kujtoj për juven tem prej që kam lindur deri në këtë moment. Kemi qenë njerëz ignorant duke jetuar në errësirë. E dërgoi Allahu Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam
E isha prej atyre që e orrente me mishë me shpirt. Më do isha se me pa ka shkatrohet, më do isha se me nxane me dorët tem, me bajt cëp, se sa me ma dhanë ja. Atë shumë e orreja, Resulullah. O, Zot, më kanë zanë vdekja në qatë gjendje, unë kësh që Zotin gjehnem për gjithmonë. E pastaj tha Allahu me udhëzoj. Allahu me udhëzoj që ka pranu Islamin me Khalid ibn al-Walidin për një herë, pak para shtjerimit të Mekës. Allahu më udhëzoj. E pastaj më ba pejgamberi njeriu më i dashur këtë dynja. Nuk më isha syt një ngargu. Nuk më isha më ngop të e shiku. Po të më pyet ka dikush me cilësu, nuk isha dit, s'kisha mujt me cilësu, me përshkru, atë shumë që doja të botën. To kështë në zanë vdekja në qatë kohë. Shumë kisha shpresu të Zoti që isha shku në xhenet. Sepse imani shumë ngritë. Tani tha vdiq pejgamberi, e neve na kapi dynjaja. Të kapi dynjaja. Dhe në dha Zoti pasunia, ndeje Allah mas dynjas dhe ja, tash ku je marrë. E nuk e di që ka bërë Zoti. Imaginat jam rëbënasi. Unë tha pa vdes. E tha djallit vetë, o gira, mos ma banani gjenazën që në dhe shpejt. Mos të më pasan gjenazën tem as një grua. As zjarë, mos më sillni për mas, mrapa. Shtë në dhe, edhe hidhë në dhejën nga dalë, e pasat të mblani varën, mos ikni me një herë, e më mlanë vetë. Rëni afer, varë. Atë sa therët një deve, i prehet, cëptohet, mishi dhe shpëtohet. Sepse nuk e di çfarë gjevapi i jepi me laçeve të Zotit varë. E kur e di se ju kam juve afer, do shta pak më litohet të garia në varë. La. Për këti hadithi nëzirë shumë sene pa dash në zgjeru edhe më ndalë te, sepse kjo është edhe argument pasaj që i vdekurit, djenë gjallurit, dhe është argument që më lutë për të vdekurin, sa të është në varë minimumi deri sa përfëdon llogaria ti nga se ende pa ja këthi shpinën në gjenazës me laqet i futën në varë. Shoqruara me shpirë dhe fillojnë me marë llogari, la ilaha illallah. E na të janë nisë me kojna për të që shtashën fillim ati nuk unë flak të bërtasëm. A nuk kujtohëm për të, o robi Zotit. O robi Zotit. Mësë bë egoist në menu për vetë vetën, meta pa non, meta pa babë. Po thuj, o Zoti jam nana me të vetë. E lam nanën vetën varë, o Zot e lam babën vetën varë. Kërkën nuk e ka aty poslat madhërisë tonë, o Zoti ma. Se nuk ka galja jam. Hisë galja jonë. Po galja nanës tema, babës tema, që lamën varë. Ne në vend se të mendojmë kështu, ne mendojmë kështu.
Dhe janë njësë me bajtojnë e vetë vetë. Kanë regull kjo. Së dhe që tjetë. E ceka në gjarët të burri shumë të malë për burra me të në dhej. Për këve që Egjiptin që ka shliruhet ba. Së dhe kësaj ditë, mas 1400 vjetë, Egjiptianë, kretë Egjiptianë, jenë krenarë në Amr ibn As. Sa punë të mëdhaj ka boku për din, la ilahe illallah. E lumi ki lumi, ama prapë se prapë, e ndëgjua se që ka thëtë. Po të kështë të zanë vdekja në atë periud, të ignorancës, do të kësha shku në gjehnem, pa asë një lyshje. Dohet me vdek me dalë para Zotit. Lëzër, është më rëndësi edhe ju motra. Të mendojmë gjithashtu, t'ja bëjmë vetjes për pyetje, pasi ta falenderojmë Zotit, ta kujtojmë madhështinë e këtij dini. Çka kërkohet prej neve? E kuptuam se këtë din ka kam i madh dhe dhuratë e madhe Zotit për ne, dhe se qenë kanë vërtet shumë të ndëruar privilegjuar, dhe këtu dy fjallë e dalë të pika tjetër. Me çfarë pasurie e ndrën, e shkëmben, udhëzimin që ta ka dhënë Zoti. Ama një shifër. Ka kush që jepën për një shifër. Ka musliman i cili pranon në ndërru fenë, musliman që imani i ka hyrë, e ka përthukuar, mbërthyer zemrën e tina, s'po flas për munafika, apo se kanë pas islamin kur për një me, dhe i blen me 5 cente, 5 lek, ose me një shëplak me adhan e friksa dhe qohet bën këtë diun diçka kundër dinit. Pa ata që kanë islamin në hakikat, se ju inshallah të gjithë, pranën në ndërru fenë, pranën një farz me lanë, la ilahe illallah, me krejt dynjan. Jes pranoj, e shëpë se ti e me i pasur se kejt dynjan. E aty një ka dhonë pasuni, e ty që të ka dhonë, oj, krejt, anë nuk pesheh madhështim, e nurin që ta ka dhonë Zoti që nuk ka para që paguar. Pe harën këtë një metë, e po të rëvrap të leko, të makina, të pallate, të kuta dio në të mira të dynjas. Mos të bë kaq ignorant, apo nuk di s'fa shprejhet gjej. Më marë Allah, më marë. Se të ka udhëzuj madhe Zoti e me i pasër i me i lundë. Këthejmë të kondërtën, po të kështë të bo Zoti ty miliarder, dhe pa islam qka të dohet të rëga. Qka në dohet mare. Kurse nesër jemi sot mbi toke, nesër në toke. Dhe qkelin një sipër, e ndërtoj shtëpia pallatet njerëzit, e hajnë bari hajvanate mi vartën, po i lak kush nuk e bën bile, që të jenë në kam ty në aty poshtë. Pas dhe me ndëgju kush për atë fund. Ndërsa me din në islam ti e gjallë gjithë. La ilahe illallah, pra pasi që ta kuptojmë një metër e madhë këti dini, është më rëndësia dhe të kujtohemi se çfarë borë që kemë dhe i këti dini. Që kanë obligohet e neve këtë. Sepse ne musliman dallojnë të i të tjerëve, për pas si koncept që din krejt, që joni është hak, prej as dhe e rënë zhë, që tërsen që ne bojnë abodallakina, ose futu bidate, ose i lojmë farze, ose bojmë harame, dini s'ka faj, dini është shëndosh, edhe në komunizm dini ka qenë shëndosh, ka qenë në Koran shëndosh, ka qenë hadithe,
Po pse njerëzit e kanë kthyer apo kanë vepruar sipas tekave të tyre, dinin të dëmtojnë. Pra, din tonë, përpas që dini jonë është hak i vërtet, ne dallojmë prej të tjerëve sepse ne ndjejmë përgjegjësi që këtë vlerë, këtë pasuri, këtë thasar, çfarë shprehet gjej nuk po di, që e posedojmë këtë nurit qiellor që mendoj se është më saktë, ta përqojmë edhe të tjerëve. Sepse kjo është din që Allah e ka përzgjedhur për njerëzit për gjindet. Me adhuru Allah në zëvë që është i bandeti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A ka fjalë më të madhe se sa fjala la ilaha illallah. Për çfarë kriju njeriu? Për fjalën la ilaha illallah. Për çfarë është kriju toka dhe qielli? Për fjalën la ilaha illallah. Për çfarë ndërguar gjithë ata mira pejgamber? Për fjalën la ilaha illallah. Çka thanë Allahu? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk kemi dërguar asnjë pejgamber para teje Muhammed, pra as ty, dhe asnjë para teje. E që nuk e kemi urdhëruar të gjithë ata një nga një të thënë la ilaha illallah dhe të adhuroni Allahun e madhruar. Këtë librat e shajta prej as deri në zhëpe këpërtin, sillen rreth fjalës la ilaha illallah. E ne musliman të themi sabah e akşam mëngjes e mbrëmje fjalën la ilaha illallah dhe ende të fiet pa zgju, ende gjënë zanën këzmëzini zgjohet para teje. Edhe thot ashhadu an la ilaha illallah. Edhe të vjen zanën dhe ashtu ashhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Qua dhe ti mi bashkan gjithë fjallës la ilaha illallah. Për ata me zinit anë e ka se vapin e madhë, sepse shkaktarës sebeb që njerëzve dhe në gjumë kur janë, u akujton me atë qanë në vesh. Dhe fjallën e parë që ndjinë ata në mëngjez në gim, është ashhadu an la ilaha illallah. E që fjallën la ilaha illallah. E zgjohesh edhe thu edhe ti la ilaha illallah respektivisht. E falë namazin, e madhëran Allahun të bareke wa ta'ala. Fjallë la ilaha illallah, fjallë madha muslima. E ne në iftar të kësaj fjallë la ilaha illallah. Shumë ju të ndërua për Zotit. Por këtë fjallë la ilaha illallah që themi me zemër, dohet edhe një përcjellë të tjere. Mja jeshu të tjereve, mja zbukuru të tjereve, mja përcjellë të tjereve në mënyrën më të mirë, më të butë, më të përshtatshme. Dhe brenda fjallës la ilaha illallah është dini islam krejt. Është brenda fjallës la ilaha illallah. Andaj, kapën e për këtë fjallë fort. Të gjithni, me dash fjallën la ilaha illallah, më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe me qenë fjalla la ilaha illallah, sa me shpesht në gjuhën tonë.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pastaj të ndërrua, me praktiku këtë din, me falë këtë namaz, e me folë insani për namaz, është më shumë, sa me folë për një qan, një shkenstarin madh, i cili ka kallabllak libra veç për botën dëtarë, ujorë. A i s'ngopë të folë për qanë dhe sekretit e tina, mshëftësit e tina, e tjere e tjere. Namaz, o musliman, namaz. Allahu i madhruar ka mujt me la namazën se kërse Ramazanin. Më sheft. Të gjithë e dini ju, më mirë se honë, veç antik të qenë më të vjetë, se dhe në kohën komuniste kanë agjeruar një pjesë e njerëzve, sepse Ramazani ka qenë një msheft. Bejneke vë bejnë Allah, mes te dhe Zotit tënë. Por namazin se ka lanë Zotit msheft. Sepse ka dashtë Allahu që ti me i tregu dënja, se unë jam musliman. Kjo është feja jam. E nëse ke kundra dëshon, ku dijune bindjet mund debatojnë, bisedojnë, por kjo dini jam. Dhe është dini me i mirë, dhe është i vetmi ma djetë. E zemra këti dinit mas fjales la ilaha illallah është namazi. O, ju njerës, e janë namaz. Provajeni. Provajeni. E dhe ta sheni se qka është namaz. Pra rune dinin. Rune dinin e rune namazin. Kur thumër me namazin, krejt dini futet në namaz. Kur themi rune dinin, fillon në namaz. Sepse nëse s'ke namaz dinin, nuk e ke rujt. Ne nuk pretendojmë asnjë se jemi shëmbëllor. Kjo Amr ibn As dhe për qanë në agoni të vdekjes, nuk është sigurt, nuk është sigurt që të tjetë për i të shpëtuarve. E ku jemi ne, ama pun të mëdha, se pun namazi, pun agjerimi, këto nuk duam të dalim Zotit, e të kemë friga jem fali, as jem fali, e qa bë Zotit me mu që s'jam fali, jo ka mu fali. Ka mu fali, e kur dal para Zotit, bile që të namaz, kam be qenë i sigurt që provimin të kam e dhanë. Por se po moj, ka mundësi me dhanë. E ta nësa mi koncentruar, e bëj me lët, ase bëj me lët, ato më llogarit Zotit bën që ka dënë me mu. Ama numër, 5 farzën digje mi falë, dhe në kohën e vetë, nuk ka kompromis. Zdua të vdes me dalë para Zotit tem, e me mendue, e pse i lash namazin, e pse, s'po mendoj heq, sepse s'po du me lutë për atë punë heq. Andaj me namaz, të me dalë para Zotit. Punoni për familjet e juve, ju musliman. Kujdesni për evlat të ju, tash po vjen vera, pëshimet verore. Njerëzit mendojnë për dynja, ku me shku në pëshime, ku me qu fëmijët e ku andejken. Të pakten ata që mendojnë me shfrytzu pëshimet verore, me thanë hoxhës, pëshimet verore janë për izet dhe Zotit, bë qka të dush fëmi, kom i t'i proktu në xhami. Sepse kena mundësin, e kem lirin, e kem kushtet.
Unë marrë vesi për me nëzit fëmin time, me stimulu fëmin time, me që ti për i zetë Zotit kërë jetonën, unë e temën, se vapit të Zotit ty, mu për kujdesin për fëmi, a do bia mbetet, të kalamajt, sepse këta e në ardhënja jonë. Pënoni për fëmi, pënoni për evlat, pënoni për këtë vend dhe për këtë shtetë, se kjo është e jonja. Njerëzit shkojnë e vinë, liderët shkojnë e vinë, to ka mbetet, vendin mbetet. E vinë gjeneratat e aqshme, a kemi bërsh njerëzve. Sigurisht unë kam shumë me folë edhe është të zgjata shumë, sa shtojë. Insani të folë për di nuk ngotet. E nuk duham që lodhme dhe juve shumë. Por Zotit dhe nëse jam shumë i lumë të një knaqëm, kur pesha këtë gjamija, këta njerëzë, këtë gjemate. Në për të në vendet, kësaj toke shqiptare që atë shumë është liftu dini dhe së të liftohet. O, Zoti jam sa i madhë është Allah, se më shirë. Imi uzu Allahu këta trije, këtu treja, gjitha ndajnë për vendin tonë. E me adhuru Zotin, e me gjithë prejje e knatësi, o shqimt shpirtit e në gjamije, në dinën, Koranën, feje. Kësë ka para që përguaj. Ama të gjithë keme manet obligim. Pasha Allah të gjithë. E me se shumë të ne që pa flasme që kemi këtu kapela, pa këtu kapuqa në kry. La ilaha illallah. Sa të keshën qëtë besed me mëftimin e ju të ndërua. Ndoshta, me të sprovuarit jemi ne. Ndoshta, me të sprovuarit jemi ne. Dhe kur kosh mos na mërë lakmi. S'keni nevojë. Sepse përgjithësia shumë e madhe. Atë shumë përgjithësia është e madhe sa që 24 orë, 00, herë 7, me qenë shërbim dini, nuk i dalim hakësh. E që bi me qenë shërbim shoqërisë, njerëzimit, popullit, gjematit, qytetarë. Nuk i dalim hakësh. E lërët që na jena largë saj. Dini është i marë. Shëkaj e fundin. I madhe Allah për të robi jam. Ti me apë mu dinin, unë të apë ty gjënit. Të apë din qëfar qmimi, qëfar trektia është kjo. Ty për të alipën e dinin dhe ata si bashkë mundësive tua, dhe kaqë. Dhe s'pa të thëmë le dynjan. Jo të dynjan me rre. Vetëm se dinin ta du unë. Dinin për muaj. Dynjan për barktanin. Edhe për bak cullave tu, që shtojnë të tu vatje. Për kalamaj të tu. Ta do më krenu të Zotin nesër me thonë se i kam bërç fëmive, do të mja lanë i dare, do të mi lanë këte. Me që ta dhe në darë para Zotit ta, as vjen marrë ty, s'ke tërp. E ka hargjua, ke shpenzu një jetë të tërë. Një jetë. Të nga mas e vlandëve tu, mas kalamajve tu. Dhe në fund me ndënë se ke bëhet diqka, pejla fëmin mirë, pejla me i dare, pejla me këte, gjatë ke ba. Sa s'ke ba. Për kujdesje ndaj kalamajve, ndaj të vezgjelve, instinktivisht e ka çdo krijesë e Zotit. Pse bota shtazore në kujdesen për evlatëve ta?
A I dojnë me vdeku një shpes të cilat fluturojnë me qindra kilometra mrena ditës dhe kthehen mbrëmje, barë gushë plot dhe për rezervë marrën për kalam për dëgjlit e tyne. E çka dallohet ty për tyne? Çka dallohet? Pra mos u krena. Me gjithatë nuk po të nënçmojnë, ama dinin I japja Zotit, afrejat madhet Allah, mirënjohje, falënderim, fundja urdhër I Zotit. Urdhër I Allahut to. Çmimi për botën tjetër, a nëpse të mirat edhe në këtë botë Zotit vinë. Por ato që janë të mira reale dhe të pafundshme, janë të mirat e botës tjetër. Madje të përhershme. Të bëdin, për ku je nis? Ti marrë për për ku je nis? Je nis për xhenet. O njeri, o insan, o biri Ademit. Nëse nis për xhenet, do të me qenë shumë serioz, dhe shumë I vendast. E me qenë parimor, e me qenë burr, e me qenë I vendosur. Jam nisër për xhenetën e vëlla. Andaj nuk ka pengesë që më pengon. E që më nalë. E gjeli, po, por së nalë mu mes me xhenetit, as kush këtë dynja. Kështu du t'jetë si një besimtar. Xhenetin s'duam ta humbim. Dynjan duam ta fitojmë, por nëse është pa qare me humb dynjan, në të humb, e mallkuar qoftë. Ama nuk themi për dihme ashtu, sepse është ma I shtrejt, sepse është ma I dobishëm, sepse dynjaja fundja ka me tarë, nuk keme vdekur pa hangër edhe kafshatën e fundit rrezikët, s'ta ka caktuar madhi Allah. Çka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nefethe fi rru'i, ruhul Qudus, أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Tani më frymëzoi Ruhul Qudus është Gjibrili se nuk ka për të vdekur asnjë nefs. Nefs është gjallësë. Insan e jo insan. Hatta tastakmila rizqaha. Derisa ta plotson rrezikun. O harxhu rrezikun, I mbetet në dorë. Të çunal, që ka shku rrezik, I bie bëm, se se shkru me pi. Ose është në gojë, nuk shkon poshtë, e shkon. Nga se nuk ka rrezik, edhe I mbetën, edhe këj për toke, ujtë I shpërdahet në gojë, një pjesë I del, një pjesë I nxjerrën I gojë. Se ka rrezik, ka qenë fundit ajo. La ilaha illallah. Allah na ruajt këtë din, ja Rabbil Alamin. Allah na ruajt imanin të cilin ai na ka dhuru. E na forcof këtë iman, ja Rabbil Alamin, e na bëf të jetojmë si musliman, e të vdesemi si musliman, e të ringjallemi si musliman, ja Rabbil Alamin. Allahu u harrojt familjet e juaja, u harrojt mirat që ka dhënë, u harrojt shëndetin, mbi gjitha harrojt dinin, ja Rabbil Alamin. Allahu ju bëft nur dhe dritë. Ju bëft me bërë nure dhe dritë edhe të tjere, ja Rabbi. Ju bëft Zotë sebe për shkak me përhap këtë din e këto vlera e mja pa hajnë dhe të tjerë, veçanti gjenerata cila vjen pas nesh. Allahumma amin, Allahumma bëft gjithve për atyne që I lojnë më mirë se sa që kanë gjetur. Ja Rabbi, Allah I shpërbleft, e ju dasht, e ju ndëroft, e në falin e se zxatëm, por ishte diçka që ka nëherë vjen vetëve tiju, vjen emocionet, vjen ndjenjat, vjen nga dashëria, nga imani, nga vullneti, nga thuaj se të dush,
Isha shumë i kënaqur që sa kalova me juve një pjesë me kolektivimin me Myftinin me Xhollartë, me para se më taku me juve. E lusim Allahun e madhruar që edhe këtë udhëtim e këtë na e pranoj Zoti. Këto janë të pakta për Zotin, por për ne kanë peshë, nëse Allahu na e pranon, te bareke ve taala. Nëse na e pranon, elhamdulillah, mos na e pranon, Nestakfirullah, e të mirë për vetën tonë. Edhe njëherë faleminderit Mufti, shumë Zoti shpërbleft ty e kolegët tu. Zoti nderoft, të qoftë i kënaqur me ju. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.